Dhe tjetër, kush po e mbron Ramën këto ditë? Kush? Asnjë. Lexoj disa statuse të lodhura, përveç ca deputet mediokre. të vetë thua. Cilët më? Pa i ka dhe ai disa njerëz që e ka mbrojtur pa i thënë, duhet ta themi, parësi se ato statuse të ishin shumë të diskutueshme, është taulën ballë, në mënyrë konstante. Që nga ditë e parë. Nxirrte disa mesazhe qytetarë që ankoheshin për turizmin, për dëmin që po i shkaktoi vendit nga protesta. Po e ka bërë. Tani, dhe çfarë do të thuash me këtë? Që sot s'po e mbron askush, s'po i del askush për zë. Jo vetëm nuk po i del askush, ata s'din as ta mbrojnë tani, po kush ta mbrojmë? S'ka mbet njeri më në PS-m. E nisi me Bemblushin, përfundon te Mariana. Nuk ka më, nuk ka profile politike, sepse nëse fjala vjen në rastet e Fatos Nano, sepse këto janë studimet e mia që unë i kam të studimeve të mia. Kishte një krizë, pse? Po e kupton dikush futej në atë diskutim atë krizë. Recep Mejdani, tani nuk vjen në diskutim profili shkencor dhe politik i Recep Mejdani. Servet Plumbi, Namik Dokle, do të thonë e tjerë. Të drejtë, këtu t'jap të drejtë, se e ka menduar dhe vetë gjatë politike që nuk ka profile të larta politike në PS, me gjithë respektin për votimin që është vajzë e re e tjerë dhe ka zell. Zegjineja do ta mbrojë Edi Rama. Ky është një problem shumë i madh. Lër ato statuset që të stresuar edhe të presionuar tani nga kjo situatë, lexoj ca statuse të çuditshme mediokre të deputetëve, zonja të nderuara, po s'din as ta mbrojnë kryeministrin. Çfarë të ke lexuar që të ka bërë kaq shumë përshtypje, Olanda? Po nuk e di se do ta them emrin se i dua shumë si zonja ato. Për shembull, kjo Partia Socialiste marshon përpara, pse t'ja pidoreqen kryeministri, ai e ka mandatin deri i bëre për të qeshur të gjithë. A mund të shkojë kjo një zonjë atje, është nderuar në punën e saj, po që ne kemi 4 vjet. E ka thënë Rama, Roland, bardhëzi, o je me ne, o je kundra nesh, tani çfarë të bëjnë ata? Ti e ke mandatin 4 vjeçar. Por ti jep llogari çdo ditë të mandatit tënd. Çdo ditë. Dhe zoti Rama në këto momente duhet kuptoj që kjo nuk është më protestë zvërnecit tani. Iku kjo çfarë zvërnecit? Jo, ka të kaluar zvërnecin, dakor. Aty tani është harruar zvërnecit. Por Dorëqia nuk ka ndërmend ta jap. Dhe tilla për ta mbyllur. Për ta mbyllur që të bëj një pyetje të fundit Ali Bej dhe PD-ja pothuajse është më e çorganizuar tani. Edhe më shumë se sa vetë Ta janë më interesant sepse ndërsa kishin disa deputet që kishin disa zëra interesant, tani po dalin, po shkojnë protestë, edhe ata që s'mbanin as fjalim, njëri atje s'duhet e përmendemi, kishte marrë dhe djalin atje dhe ja bashkë me djalin protestë. O zotri, ti me rrogën 5.000 euro, ku je ti o zotri? Duan të përfitojnë të gjithë nga protesta, të kapitalizojnë pak nga protesta, po thua? Jo, çfarë po bëjnë? Ata mendojnë që në një rast që do ketë zgjedhje të reja, unë jam prapë në listë. Beteja në PD është për listë, për të qenë në listën e sigurt. Është më rëndë. Në PS është puna ikën pushteti, në PD është unë do jem më në listë të sigurt. Ta luajnë për shumë këta në PS. Ta luajnë për pak. Jo, ata kanë shumë për të humbur. Ata luajnë për shumë. Po duket kishte Erlisi diçka për shtuar.